Ka momente në jetë kur e gjithë bota që ke ndërtuar me duart e tua, me lotët e tu, me dashurinë tënde më të thellë, shembet brenda disa sekondave. Jo ngadalë, jo pak nga pak, por si një ndërtesë e tërë që bie menjëherë, duke lënë vetëm pluhur dhe heshtje aty ku dikur qëndronte gjithçka që ke dashur. Para se të vazhdojmë, bëni like dhe abonohuni në kanal. Subscribe. Unë e di si ndihet kjo, sepse mua ndodhi pikërisht ashtu. Kisha 10 vjet që e quaja djalin tim. 10 vjet që e kisha parë duke fjetur, duke qeshur, duke qarë, duke u rritur. 10 vjet që kisha fjetur me frikën se mos i ndodhte diçka, që kisha zgjuar netët e dimrit vetëm për t'u siguruar se po merrte frymë. 10 vjet që kisha dashur atë djalë me çdo grimc të shpirtit tim, si vetëm një nënë mund të doj. Dhe pastaj, në një mbrëmje të zakonshme vjeshte, mësova të vërtetën. Ai nuk ishte thjesht djali që kisha adoptuar nga jetimorja. Ai ishte djali biologjik i burrit tim. Ndaluni një moment dhe mendojeni këtë. Mos e kaloni akoma. Mbetuni me mua, sepse kjo histori nuk është vetëm dhimbje, është edhe diçka tjetër. Diçka që mua mu desh shumë kohë për ta kuptuar dhe që ndoshta ju do ta kuptoni më shpejt sa unë. Dhe para se të filloj, dua të di, çfarë do të bënit ju në vendin tim? Lini koment poshtë, shkruani një fjalë, 2 fjalë, çfarë doni, sepse sot nuk po flas vetëm unë, sot po flas me ju. Emri im është Elira. Jam rritur në një qytet të vogël, në një familje të thjeshtë, me prindër që s'kishin shumë por që kishin dashuri të mjaftueshme për 2 bota. Nëna ime ishte grua e heshtur, e fortë, me duar të ashpra nga puna dhe zemër të butë si pambuku. Babai im ishte njëri i fjalës. Pak fjalë, por ato pak fjalë mbanin peshën e atij që ka menduar shumë para se të flasë. Rrita duke menduar se jeta shkonte sipas një plani të caktuar. Studion, punon, martohesh, bëhesh nën, plakesh, ikën. Kaq. Pa surprizat më dha, pa lëkundje të forta. Thjesht jeta e zakonshme e njerëzve të zakonshëm. Por jeta, siç e di tashmë çdo kush që ka jetuar mjaftueshëm, nuk i ndjek planet tona. Ajo ka planet e veta dhe ato plane nuk i tregon kurrë paraprakisht. Takova Arinin kur kisha 23 vjeç. Ishte viti kur po përfundoja studimet e mia, kur çdo mëngjes kishte shije të ndryshe. Arini ishte 4 vjet më i madh se unë, me sy të errët dhe qetësi të çuditshme rreth vetes. Ato lloj njerëzish që kur hyn në dhomë, dikush pa e vënë re, i shikon. Jo sepse janë të mëdhenj apo të zhurmshëm, por sepse kanë diçka të palëkundur në to. Diçka që i bën të duken si të vendosur fort në tokë. E dashurova ngadalë, si t'u shtonte drita mëngjesit. Pa e vënë re, gjersa befa se gjeje veten plot dritë. U martuan 2 vjet pas takimit. Dasma jon ishte e thjesht, pak njerëz, shumë gëzim. Nëna ime qau gjatë gjithë ceremonisë. Babai im, ai njeri i fjalëve të rralla, më kapi dorën para se të hidhja hapin e parë dhe më tha: "Shko dhe ji e lumtur." Kaq, por ajo ishte fjala e duhur. Vendosëm menjëherë se donim fëmijë. Arini donte shumë fëmijë. Kishte rritur si i vetëm dhe kishte gjithmonë ndëruar shtëpinë e madhe me zhurmë dhe të qeshura fëmijësh. Unë gjithashtu, e kishim të qartë që në fillim, familja ishte prioritet. Por jeta, siç thash, nuk i ndjek planet tona. Kaluan muajt e parë pa lajm, pastaj kaloi 1 vit, pastaj 2. Filluan vizitat tek mjekët, fillimisht me shpresë, pastaj me ankth, pastaj me atë heshtje të rëndë që vendoset mbi çiftet kur kuptojnë se ka diçka që nuk shkon. Diagnoza erdhi pas 2 vjetësh testesh dhe vizitash. Mundësia ime për të mbetur shtatzën ishte shumë e ulët. Jo e pamundur, por shumë e ulët. Mjekja mu shpjegua me fjalë të buta, me zë profesional, me shprehjen e atij që ka dhënë lajme të tilla shumë herë, por unë nuk dëgjoja fjalët. Dëgjoja vetëm zhurmën e gjakut tim nëpër vesh, dhe ndjeni si kisha marrë një grusht në mes të gjoksit. Dola nga ambulanca me Arinin pranë meje. Ai mbante dorën time. Nuk foli. Unë nuk fola. Hipëm në makinë dhe qëndruam aty, të ndenjur me motorin të fikur, në parkimin e spitalit derisa u errësua plotësisht jashtë. Pastaj Arini tha: "Do ta zgjidhim." 2 fjalë, por ato 2 fjalë mbanin gjithçka. Kaluan muajt që pasuan si në ujë.
Dëgjoje tingujt e jetës nga larg, por nuk kishe forcë t'i arrije. Provova trajtime, provova ndryshime të stilit jetesës, provova gjëra që mjekët mi këshilluan dhe gjëra që miqt mi sugjeruan, dhe gjëra që lexova vetë natën vonë kur nuk mund të flija. Çdo muaj i ri sillte shpresë të re, dhe çdo muaj i ri e mbaronte me të njëjtin zhgënjim të vjetër. Arini qëndroi pranë meje gjatë gjithë kësaj kohe. Nuk u ankua kurrë, nuk tregoi lodhje, nuk tha asnjëherë asgjë që mund të më lëndonte. Por unë fillova ta shihja diçka në sytë e tij ndonjëherë, kur mendonte se nuk e shikoja. Diçka të mbyllur, si një derë e mbyllur me kyç, pas së cilës nuk lejoheshim të shkonim. Nuk e pyeta. Mund të isha gabim, dhe edhe sikur të mos isha gabim, nuk e dija si ta pyesja pa dëmtuar diçka. Ishte nëna e tij, Zyhra, grua e ashpër, por e drejtë, ajo që për herë të parë ngriti temën e adoptimit. Erdhi një pasdite, u ul me ne dy, porositi kafe dhe tha drejt për drejt, siç ishte ajo. Keni menduar për adoptim? Arini u ngurtësua. Unë e pash. Ishte vetëm një sekond, por ishte atje. Jo ende, tha ai. Vendroi temën, por fjala kishte mbetur aty, si një fare hedhur në tokë. Nuk e shihje, por ishte. Unë fillova të mendoj. Natët kur nuk mund të flija dhe dëgjoja frymëmarrjen e Arinit pranë meje, mendoja fëmijët që ndoshta ishin diku. Fëmijë pa nën, pa shtëpi, pa dikë që t'i mbante kur kishin frikë. Dhe ndija diçka që nuk mund ta shpjegoj ndryshe vetëse si një tërheqje, si pa t'i bërë shenjë dikush nga larg dhe ti e kuptoje se duhej të shkoje. E ngrita temën me Arinin një të diel mëngjes kur ishim vetëm ne dy, me kafen ton dhe heshtjen ton të hershme. I thash se kisha menduar, i thash se ndoshta ishte koha, i thash se dashuria nuk kishte nevojë për gjak të përbashkët që të ishte e vërtet. Ai u ul aty, me filxhanin e kafes në duar, dhe me zi e shikoi. Pastaj tha, le ta mendojmë. Jo imediat, jo me gëzim, thjesht le ta mendojmë. Duhej të kisha kuptuar atëherë, por nuk kuptova, sepse kur dashurohesh me dikë, mëson të interpretosh heshtjet e tij si thua vet, jo siç janë. Rruga drejt adoptimit nuk ishte e lehtë. Kjo e di shumë kush, por nëse nuk e ke kaluar vet, nuk mund ta imagjinosh sa e rëndë është. Dokumentet, intervistat, vizitat, vlerësimet psikologjike, raportet sociale, pritjet mujore, thirrjet e pavarura, lajmet e vonuara. Është si të testohesh çdo ditë, si t'ju thot sistemi, provo edhe një herë se dëshiron të bëhesh prind, provo edhe një herë se e meriton. Unë e durova gjithçka me një qetësi të brendshme që nuk e dija se e kisha. Arini mu bashkua, plotsoi formularet, erdhi në intervistat, u ul me punëtorët social dhe u përgjigj pyetjeve të tyre. Por kishte diçka, si një mungesë e vogël entuziazmi, si dikush që bën gjën e duhur pa e ndjer atë si të tijen. Pyeta veten nëse e shpikja, pyeta veten nëse shikoja probleme ku nuk kishte. Njerëzit janë të ndryshëm, i thoja vetes. Disa shprehin entuziazmit me zhurmë, disa me heshtje. Arini ishte i dyti, kaq. Jetimorja ndodhej rreth 40 kilometra nga qyteti ynë, një ndërtesë e madhe me kopsht para saj dhe mure me ngjyrë të qeltë. E vizituam për herë të parë bashk me punëtoren sociale Mirën, një grua me sy të ngrohta dhe qeshër të shpeshta, që ishte bërë si pikë qendrore e gjithë procesit ton. Kur hyra atë ditë dhe dëgjova zërat e fëmijëve, qeshurat e tyre, thirrjet, hapat e shpejt nëpër korridore, diçka brenda meje u hap, si një dhomë që ishte mbyllur shumë kohë dhe tani paprit kishte dritare. Arini qëndroi pranë meje, por pash sytë e tij duke skanuar ambientet me kujdes. Jo me kureshtje emocionante, por me diçka tjetër. Diçka që i ngjante shqetësimit. Je mirë? E pyeta me zë të ulët. Po, tha ai. Pak nxehtë këtu brenda. Mbyllëm biseden aty. Punëtorja sociale na çoi nëpër dhomat, na prezantua me disa fëmijë, na shpjegoi procedurat. Dhe pastaj, në fund të korridorit, në anën e djathtë, pam një djalë të ulur vetëm në anën e dritares. Kishte 6 vjeç, flokë të errët, sy të mëdhenj, të qetë, jo me qetësinë e fëmijëve të lumtur, por me qetësinë e atyre që kanë mësuar shumë herët të qëndrojnë të palëvizshëm. Mbante në duar një libër me fotografi, një libër me kafsh, dhe e shikonte me vëmendje të madhe, sikur po studionte çdo faqe, si të ishte shumë e rëndësishme. E vërejta atë djalë dhe diçka ndryshoi brenda meje. Nuk mund ta shpjegoj ndryshe. Ishte si t'u ndez një dritë.
si ta njihje dikë që nuk e ke parë kurrë, por shpirti yt e njeh si të vjetër. Kush është ai? Pyeta Mirën me zë të ulët. Ai quhet Nori, tha ajo. Është 6 vjeç. Ka qenë këtu prej të qenit 3 vjeç. Fëmijë shumë i qetë, shumë i zgjuar. Prindrit? Nëna la institutin kur ishte 3 vjeç. Babai nuk njihet zyrtarisht. Ka qenë i vështirë për t'u adoptuar sepse ndilet shumë, nuk lidhet lehtë me të huajt. Ktheva syt drejt Norit. Ai e kishte ngritur kokën nga libri dhe po shikonte drejt nesh me ato sy të mëdha, të qetë. Nuk buzëqeshi, nuk u tremb, thjesht shikoi, me atë lloj vëmendjeje serioze që nuk e prisja nga një djalë 6 vjeçar. Pastaj ktheu syt dhe vazhdoi të lexonte librin e tij. Unë mbajta frymën. Ktheva kokën kah Arini. Ishte pak prapa meje dhe po shikonte edhe ai drejt Norit, por shprehja e tij ishte e çuditshme. Jo si e imja, jo me atë dritë. Kishte diçka tjetër aty, diçka që se kuptova atëherë. Çfarë mendon? E pyeta Mirën. Ai hezitoi një sekond të vetme. Duket si djalë i mirë, tha ai. Vizitën e dytë e bëra vetëm unë. Arini kishte punë atë ditë. Të paktën kështu tha. Mira e kuptoi, nuk bëri pyetje dhe unë shkova vetëm. Nori ishte sërish aty, sërish pranë dritares, sërish me librin e tij. Atëherë libri ishte ndryshe, me trena dhe makina. E vura re se si e kalonte gishtin si për fotografive, sikur po i prekte realisht. Punëtorja sociale na la pak vetëm, jo plotësisht, ishte aty pranë, për pa ndërhyrë. Ula në karriget pranë tij dhe thash, "Ç'a ke sot?" Ai ngriti kokën. Shikoi mua, pastaj shikoi librin. Pastaj sërish mua. "Trena," tha ai. "Të pëlqejnë trenat?" Hezitoi. "Po." "Pse?" Ky pyetje e bëri të ndal. Fëmijët nuk priten të justifikojnë gjërat që u pëlqejnë. Kjo ishte ndoshta pyetja e parë e tillë që i bëhej. Mendoi pak, shumë seriozisht. Pastaj tha, "Sepse din ku shkojnë." Atë moment, me ato fjalë të thjeshta të një fëmije 6 vjeçar, ndjeva se sytë mu mbushën me lot. Jo nga trishtim, nga diçka tjetër, nga njohja, nga kuptimi se para meje kishte dikë që kishte nevojë për dikë si unë, dhe unë kisha nevojë për dikë si ai. 3 muaj pas vizitës së parë, Nori erdhi tek me. Dita kur Nori kaloi pragun e shtëpisë son, ishte një ditë me diell, e ftohtë, me erë të lehtë që lëvizte gjethet e fundit nga pemët. Mbante një çantë të vogël me gjërat e tij, pak rroba, librin e tregimeve dhe një kafshë lodër të vogël prej pelushi, një dre me brirë të humbur. Hyri dhe qëndroi në hyrje. Shikoi përreth me ato sy të mëdha, duke marrë gjithçka. Pastaj shikoi mua. "Kjo është shtëpia jote tani," i thash. "Doja të kisha thënë diçka më të bukur, por kjo doli." Ai hodhli syt në përdhom sërish. Pastaj pyeti, "Ku jam unë?" "Eja, ta tregoj." E mora për dorë dhe e çova tek dhoma e tij, dhoma që kisha rregulluar me dashuri dhe ankth dhe kujdes gjatë javëve të fundit. Kishte shtrat me jastëk blu, rafte me libra, poster me trena në mur dhe dritare të madhe nga mund të shihej kopshti. Nori hyri, shikoi gjithçka ngadalë, pastaj u drejtua drejt dritares dhe shikoi jashtë. "Pem," tha ai. "Po, e sheh atë të madhin aty? Ai është dru kumullje, në pranver lulizon." Ai vazhdoi të shikonte. Pastaj, pa u kthyer, tha, "Mund të rri këtu?" "Kjo është doma jote," i thash. "Ke leje të rrish sa të duash." Ata fjalë të thjeshta, "Mund të rri këtu," mi thyen diçka brenda. Kuptova se sa shumë herë ndoshta e kishte pyetur veten ato pyetje, pa guxuar ta shprehte. A jam i mirë pritur? A ka vend për mua? Dhembja e asaj pyetjeje, e thënë nga goja e një fëmije, ishte padurueshme. Arini ishte shtëpia atë ditë. Erdhi te dera e dhomës, u mbajt te pragu dhe i tha Norit, "Mirë se erdhe." Nori u kthye dhe shikoi Arinin. Ishte ai lloj shikimi i qetë i tij, ai vlerësimi i heshtur. Pastaj tha, "Faleminderit." Nuk ishte ngrohtësi imediate, nuk ishte ajo skenë si nga filmat ku fëmia i bie rreth qafës, por kishte diçka, një respekt i heshtur nga të dy anët. Mendova, do të vi koha, duhet kohë.
Javët e para ishin të vështira me mënyrën e tyre. Nori ishte fëmijë i qetë, i sjellshëm, i rregullt. Ngrihej çdo mëngjes, vendoste çantën e shkollës vet, hante pa bërë probleme, shkonte të flinte pa shumë rezistencë. Nga jashtë, çdo gjë dukej në rregull, por kishte një distancë brenda tij, një mur i padukshëm, i ngritur me kujdes prej shumë kohësh. Nuk qante kurrë para nesh, nuk kërkonte asgjë që nuk i duhej, nuk qohej natën. Bëja gjëret me të, lexonim bashk, bënim vizatime, shkoja me të në park. Ngadalë, shumë ngadalë, ai filloi të hapej, jo me fjalë të shumta. Nori asnjëherë nuk ishte fëmijë i shumë fjalëve, por me gjeste të vogla. Kur niste të ngulte kokën mbi supet e mia kur lexonim, kur filloi të tregonte ëndrat e tij mëngjesit, kur herën e parë qeshi me zë, jo buzëqeshje, por qeshje e vërtet, e papritur, për diçka të vogël që kishte parë, dhe pastaj duke i habitur vet nga i zë që kishte bërë. Ato gjeste të vogla ishin gjithçka për mua. Me Arinin ishte ndryshe. Nori e respektonte, nuk tregonte frikë, por as tregonte atë hapje graduale që po ndërtonte me mua. Arini nga ana e tij bënte gjërat siç duhej, kontrollonte detyrat e shkollës, luante ndonjëherë me të, sillej mirë, por kishte një distancë edhe nga ana e tij, si dy persona që janë të sjellshëm me njëri tjetrin, por që nuk e bëjnë dot hapjen e vërtet. Nuk fola me Arinin për këtë. Thash se ishte normale, thash se kishte nevojë për kohë. Gjithmonë thoja se kishte nevojë për kohë. Ndoshta kjo ishte gabimi im i parë i madh. Verës e parë, Nori mori frikë gjatë një stuhie nate. Zgjua me klithm dhe ndjeva tingullin e tij nga dhoma tjetër. U ngrita, vrapova dhe e gjeta ulur në shtrat me sy të hapur, me frymarrje të shpejtë, duke shikuar errësirën. Ula pranë tij, e mora në krah. Ai u shtri kundër gjoksit tim dhe ndjeva zemrën e tij duke rrahur shpejt. S'ka gjë, i thash. Jam këtu, mos ki frikë. Rrim kështu disa kohë. Shiu ra jashtë, rufet binin her pas here, por ai ngadal u qetësua. Dëgjoja frymarrjen e tij duke u bërë më ngadalt. Pastaj, me zë të vogël, i shtën drejt për drejt kundër gjoksit tim, tha: "Nëna ime e parë ikte kur binte shiu." Ngriu. Nuk tija çfarë të thosha. As një libër, as një kurs, as një person nuk të përgatit për çastin kur fëmia yt hap zemrën e tij dhe tregon plagën e parë. Nuk iki, i thash, asnjëherë. Ai nuk tha asgjë tjetër, por kapi pallton time me gishtat e tij të vegjël dhe i mbajti fort. Atë natë qëndrova me të derisa ra në gjumë, dhe kur u sigurova se flinte thellë, dola nga dhoma me lot në përfaqe. Jo nga trishtimi, por nga diçka shumë më e thellë, nga kuptimi i plot se kisha marrë përgjegjësinë e mbartjes së një plage që se kisha shkaktuar unë, por që tani ishte imja për ta shëruar. Ky djalë ishte djali im. Nuk kisha asnjë dyshim. Vitet kaluan me shpejtësinë e çuditshme që kanë vitet e fëmirisë. Kur je brenda tyre, duket se çdo ditë zgjat për gjithmonë, por kur i shikon prapa, të duket si janë fluturuar si shpezë. Nori rritej, dhe me rritjen e tij, rritej edhe ai muri brendshëm që kisha filluar ta quaj si bota e Norit. Ai vendi heshtur brenda tij ku shkonte ndonjëherë dhe nuk e dije se çfarë ndodhte aty brenda. Por rritej edhe lidhja jon, ngadalë, me kujdes, si pemë në tokë të vështirë, shumë ngadalë, por shumë fort. Filloi të fliste më shumë, filloi të tregonte gjërat e shkollës, miqve, librave që lexonte. Kishte pasion të madh për lexim, gëlltiste libra me shpejtësi të çuditshme, duke i kujtuar gjithçka, duke dëshiruar të fliste për to. Këtë gjë e bënim shpesh ne të dy. Pija kafen time dhe ai pinte çajin e tij dhe flisnim për libra. Kjo u bë rituali ynë, ora e librave, siç e quante ai vet. Ishte i zgjuar, jo vetëm i zgjuar. Kishte atë lloj mendje që shkon drejt e aty, pa shumë humbje kohe. Mësuesit e tij flisnin mirë për të. Ngrinte duar para se të përfundonte pyetja. Zgjidhte detyra matematike para se t'i shpjegoje metodën. Do bëhet shkencëtar ky djalë, tha një herë mësuesja matematikës. Kur mu tha, mbana diçka si krenari mua, ishte e papërshkrueshme. Por kur shkova shtëpi dhe i tregova Arinit, ai thjesht nodit dhe tha, mirë, dhe ndërroi kanalit të televizorit.
Fillova ta vereja gjithnjë më shumë këtë distancë. Arini ishte i mirë, nuk ishte i keq me Norin, nuk ishte i ftohtë, nuk ishte i ashpër, por nuk ishte as i ngrohtë. Kishte ndërmjet tyre dy personave diçka si xham. Shiheshin njëri tjetrin, komunikonin, por nuk arrinin tek njëri tjetri. Nori e ndjente. Fëmijët i ndjejnë gjithmonë gjëra të tilla, edhe kur nuk kanë fjalë për to. Njëherë kur kishte 8 vjeç, Nori pyeti: "Babai im nuk më do?" Goja mu hap dhe mu mbyll pa fjalë. Kisha gjetur shumë fjalë para se të flija, kisha menduar shumë skena, por asnjëherë s'kisha menduar se fëmia do ta thoshte atë pyetje me atë saktësi, atë drejtpërdrejtshmëri. "Babai yt të do", i thash. "Disa njerëz shprehin dashuri ndryshe." "Si?" pyeti ai. Dhe unë nuk kisha përgjigje. Me Arinin biseda u bë e pashmangshme. E pranova një mbrëmje kur Nori kishte fjetur. E ula përballë meje dhe i thash çfarë kisha vërejtur, çfarë kishte thënë Nori, çfarë ndjeja. Arini dëgjoi, nuk ndërpreu. Kur mbarova, qëndroi disa sekonda në heshtje, pastaj tha: "Jam duke u munduar." "E di", thash, "por duhet më shumë." Ai e ndjen. "Çfarë nuk është e lehtë? Të duash një fëmijë?" Ai u ngrit, shkoi tek dritarja, qëndroi aty me shpinga unë dhe tha: "Nuk është njësoj." "Çfarë nuk është njësoj?" "Nuk e di si ta shpjegoj." Ktheva syt. Isha e lodhur. "Arini, ne e kemi adoptuar atë fëmijë. Ai është djali ynë, i juaj si i imi." "E di", tha ai, për zëri i tij nuk besonte atë që thoshte goja e tij. Shkova të flija atë natë me stomakun të ngatruar dhe fillova të mendoj gjëra që nuk doja t'i mendoja. Gjëra si: pse ishte kaq e vështirë për të? Çfarë fshihej prapa asaj distance? Por nuk i ndoqa ato mendime. I vendosa poshtë, i mbulova, i lash aty. Gabimi i dytë. Kaluam fazën e vështirë ngadalë. Arini duket bëri përpjekje. Nisi të merrte Norin her pas here me vete, herë kur shkonte të blinte gjëra, herë kur shikonte ndeshje. Nori pranoi me gëzim të kontrolluar, ai gëzimi fëmijëve që kanë mësuar të mos shpresojnë shumë, por shpresojnë pak. Dhe ato momente duket bën diçka. Ngadalë, shumë ngadalë, diçka u lirua pak. Kishte një mbrëmje kur Nori erdhi nga dhoma e ndenjës me sy të gëzuar dhe mu tha: "Babai im i tregoi se si funksionon aeroplani." Dhe foli për 5 minuta pa ndalur, me atë gëzim me të cilin fëmijët flasin kur janë zbuluar diçka të mrekullueshme. Shkova tek dhoma e ndenjës. Arini ishte ende ulur aty, me librin e tij. Kur pa shprehjen time, pak u ngrit. "Çfarë?" "Asgjë", thash. "Faleminderit." Ai u kthye në librin e tij, por pash, apo imagjinova, diçka si buzëqeshje të vogël në cep të gojës. Ndoshta gjërat do rregulloheshin, ndoshta koha do bënte punën e saj. Nori kishte 9 vjeç kur ndodhi hera e parë. Ishte mbrëmje, unë isha e lodhur, kishin qenë javë të vështira pune, kishim pasur grindje të vogla shtëpiake, gjithçka kishte atë teksturë të rëndë të periudhave kur gjërat nuk shkojnë. Arini kishte dalë, kishte thënë se kishte takim me miq. Unë dhe Nori kishim ngrënë darkën vetëm, kishim ngrënë pastën e preferuaren e tij, kishim biseduar për librin e ri që kishte nisur. Pas darkës, Nori shkoi të bënte detyrat. Unë fillova të rregulloja kuzhinën dhe duke rregulluar, pa menduar, hapa sirtarin ku Arini bënte gjërat e tij të vogla, lapsa, karta, disa letra. Nuk kisha ndërmend të shikoja, por midis letrave, pa marr, ra në gjysmë të hapur një kuvert. E kapa. Doja thjesht ta vendosja sërish brenda sirtarit. Por emri mbi kuvert ndaloi dorën time. Ishte shkruar me dorën e dikujt tjetër, jo e Arinit, dhe ishte shkruar thjesht Arini, personalisht. Jo adres, jo pull postare. Dikush që kishte sjell vet. Vendosa kuvertën sërish, mbylla sirtarin, shkova të laja duart si nëse kisha prekur diçka, por mendja mbeti aty. Atë natë, kur Arini u kthye dhe u shtrim për të fjetur, gënjeva se isha e lodhur dhe ktheva shpinën, por nuk fola. Dëgjova frymarrjen e tij derisa ra në gjumë, dhe ndenjur kështu, me syt hapur në errësirë, mendova kuvertën. Kush e kishte sjell?
Pse personalisht? Pse në sirtarin e fshehur? Nuk kisha asnjë përgjigje dhe nuk guxova të pyesja. Herën e parë vendosa ta lë. Disa javë më vonë, isha duke bërë rregullim të thellë të dhomës. Njëra nga ato pastrime që bëhen her pas here kur ndihesh se duhet të nxjerrësh pluhur nga çdo cep. Kisha bërë rast dhomën e punës, kisha rregulluar raftet, kisha fshirë sipërfaqet. Dhe kur hapa sirtarin e vogël të tavolinës së Arinit, jo për të shikuar, por për ta fshirë, brenda gjeta foto. Nuk ishin shumë. 3 apo 4, të palosura me kujdes, si dikush që i kishte fshehur me qëllim, por nuk ishte guxuar t'i hidhte. I hapa ngadalë, me duar që filluan të dridheshin pa e kuptuar pse. Fotografia e parë ishte një gruaje të re, mjaft e bukur, me flokë të errët dhe sy që kisha parë diku, por nuk mund t'i vendosja. Qëndronte pra një dritareje dhe qeshte, me atë qeshje të natyrshme që nuk bëhet për kamera. Fotografia e dytë ishte së njëjtës grua, por kësaj here me barkun e madh, shtatzën, dhe pranë saj, me krah rreth supeve të saj, Arini. Arini im. Goja mu hap, por asnjë zë nuk toli. U rrëzova mbi tavolinë, u mbajta fort dhe shikova atë foto sërish, si nëse shikimi i sërishëm mund ta ndryshonte atë që shihja, por nuk ndryshoi. Fotografia e tretë ishte së njëjtës grua, kësaj here e ulur në krevat spitali, e raskapitur, me fëmijë të porsalindur në krah, foshnjë e vogël, e mbështjellur në batanie të bardhë. Fotografia e katërt ishte vetëm fëmia, pak më i madh, ndoshta 2-3 muash, duke qeshur me gojë pa dhëmb, me ata sy të mëdha. U ngrita dhe dola nga dhoma, mbyllëm derën prapa meje, shkova direkt në banjë, hapa robinetin e ujit të ftohtë dhe lava fytyrën, her pas here, derisa ndjeva ftohtësinë duke më tërhequr prapa nga cepi i zi ku po zhytesha. Ç'ishte ajo grua? Ç'ishte ai fëmijë? Kur ishin bërë ato foto, dhe pse ishin fshehur aty, të palosura me kujdes, si gjërat që nuk hidheshin, por as nuk duhej të gjendeshin. Arini erdhi atë mbrëmje me dhuratë, kishte sjell tortën time të preferuar, kishte qeshur kur hyri, kishte luajtur pak me Norin, asgjë jashtëzakonshme. Mbrëmje e zakonshme. Unë solla tortën në tavolinë, preva copët, i shërbeva të dy dhe ndenja aty ndërkohë që ata dy flisnin. Buzëqeshja ime ishte aty, e kontrolluar, e qetë, e matur. Nëse dikush na shikonte nga jashtë, do shikonte një familje të lumtur. Brenda meje ishte luftë. Natën kur Nori fjet dhe ne dy mbetëm vetëm, unë u ula përballë Arinit dhe thash: "Kush është ajo grua në fotot?" Ai ngriti syt nga televizioni ngadalë, shumë ngadalë, dhe ajo ngadalësi e vetme më tha se ai dinte saktësisht për çfarë po flisja. "Ku i gjete?" pyeti me zë të qetë. "Kjo nuk është përgjigje", thash. Ai lëshoi frymën, vendosi telekomandën, shtrihet prapa në koltuk dhe mbylli syt për disa sekonda, si dikush që po mbledh forcë. "Ajo quhet Diona", tha. "Ishte para nesh." "Para nesh kur?" "Kisha mbyllur atë histori përpara se të martoheshim me Lira. Ishte e shkuar." "Ai fëmijë në foto", thash. Zëri im doli i qetë, por dëgjova dridhjen e fshehur brenda tij. "Kush është?" Heshtja që pasoi zgjati vetëm disa sekonda, por ato sekonda ishin si abis, si të shikoje poshtë dhe të mos shihje fund. Diona tha se kishte pasur fëmijë, thaj. Tha se ai fëmijë ishte imi, por unë nuk e besoja. Nuk kishim ndenjur bashkë gjatë asaj periudhe dhe ajo, Arini, kishte probleme, kishte situatë të vështirë dhe unë nuk dija nëse po fliste seriozisht apo Arini. Zëri im ishte tani i prerë. "Ti e dije se ajo kishte fëmijë dhe nuk më tregove kurrë." Ai hapi syt. "Nuk e dija me siguri. Nuk kisha provë. Ajo kishte zhdukur. Ku është ai fëmijë tani?" Heshtja e dytë ishte edhe më e gjatë. "Nuk e di", thaj. Dhe me atë "nuk e di", me atë zë të ulët, të rënduar, me atë shprehje që ishte gjysmë ndjese dhe gjysmë frymë zgjidhje, diçka ndryshoi midis nesh. Nuk u thye imediatisht, por u plasariti, si qelqi kur bie diçka e rëndë. Nuk bie imediatisht, por e sheh linjën e çarjes dhe di se do të vijë momenti. Shkova të flija pa thënë asgjë tjetër. Ditët pas asaj nate ishin të çuditshme. Jeta e zakonshme vazhdonte.
Nori shkonte në shkollë, unë shkoja në punë, Arini shkonte në punën e tij. Hanim darkë bashk, bisedonim, bënim gjërat e çdo familjeje, por mbi gjithçka kishte një shtresë transparente, e padukshme për Norin, por plotësisht e dukshme për mua dhe Arinin, si ajo xhama e hollë në të cilën shihet ç'ndodh por nuk preket. Nuk fola shumë me Arinin për atë temë gjatë javëve të para. Kisha nevojë të mendoja, kisha nevojë të kuptoja çfarë ndjeja, sepse nuk ishte vetëm zemërim, ishte diçka më komplekse. Zhgënjim, frikë, dyshim, dhe nën gjithçka ajo ndjesia e rëndë kur e kupton se dikush që do ke mbajtur diçka larg teje. Por çfarë pikrisht? Ai kishte pasur një lidhje para nesh, kjo ndodhte, njerëzit kanë histori. Nuk ishte kjo që më shqetësonte thellë. Ishte fëmia, ajo foto e fëmijës, ajo mundësi e lënë si pyetje hapur, nuk e dija me siguri. Fillova ngadalë, pa u bërë shumë e dukshme për veten time, të bëja lidhje. Nori kishte ardhur në jetimore kur kishte qenë 3 vjeç. Para tij kishte qenë me nënën. Nëna e kishte lënë dhe kishte zhdukur. Babai nuk njihej zyrtarisht. Diona kishte zhdukur, sipas Arinit. Nori kishte sy të errët, flokë të errët. Ndalova veten. Jo, kjo ishte imagjinat. Kjo ishte mendja ime duke bërë lidhje të rreme sepse isha e tronditur. Por mendja nuk ndalet kur I thuash të ndaloj. Mendja vazhdon, natën kur nuk fle, mëngjesin kur e përgatit kafen, pas ditën kur shikon fëmijën tënd duke bërë detyra dhe mundohet të gjejë ngjashmëri aty ku ndoshta nuk ka asnjë. Nori kishte diçka në profilin e fytyrës, diçka në mënyrën si mbante kokën, diçka... Jo, ndalova sërisht. Pyeta Arinin sërisht pas rreth 2 javësh. Kishim dalë jashtë vetëm kishim lënë Norin tek nëna ime dhe kishim shkuar të ham diku. E bëra me qëllim atë, doja që Nori të mos ishte prezent, doja të flisja lirshëm. Diona, thash, pasi kamarieri na solli ushqimin. Dua të dish çdo gjë. Arini vendosi pirunin, shikoi tavolinën, pastaj nisi të fliste. Kishte njohur Dionën shtym vite para nesh, kishin qenë bashk një periudhë, por lidhja kishte qenë e trazuar, jo e qëndrueshme. Diona kishte probleme, nuk e specifikoi çfarë, tha vetëm situate vështirë, dhe lidhja e tyre kishte ardhur dhe shkuar disa herë pa stabilitet. Kur u ndan përfundimisht, ajo I kishte dërguar mesazh, muaj pas ndarjes, duke I thënë se ishte shtatzën dhe se fëmia ishte I tij. Por ai kishte dyshime. Lidhja kishte qenë e çuditshme. Kishim patur periudha ndarjeje gjatë të cilave ajo kishte takuar njerëz të tjerë. Nuk ishte I sigurt. Kishte tentuar ta takonte. Ajo kishte refuzuar. Kishte tentuar sërish, kishte ndruar numrin. Pastaj, kishte humbur kontaktin plotësisht. Dhe kur nuk u mundove ta gjeje fëmijën? Pyeta. Ai ngulmoi tavolinë. U mundova. Nuk gjeta asnjë gjurmë. Ajo kishte dalë nga sistemi. Nuk kishte adres, nuk kishte numër, nuk kishte asgjë. Mendova se ndoshta kishte dalë nga vendi, ndoshta kishte ndryshuar mendje, dhe fëmia nuk ishte imi fare. Ai ke pyetur veten ndonjëherë nëse ai fëmijë mund të jetë gjallë diku? Po, tha ai, shumë herë. Dhe nuk dija çfarë të bëja me atë pyetje. Ktheva sy drejt dritares. Jashtë, jeta shkonte normale. Njerëz kalonin, makina lëviznin, bota nuk dinte dhe nuk I interesonte për dramatikën tonë të vogël të Tryezës. Kur e adoptuan Norin, thash ngadalë, e ke menduar ndonjëherë? Jo, tha I menjëherë, shumë shpejt, shumë sigurt. Dhe ajo shpejtësi e vetme, ajo jo e menjëhershëm, para se ta mbaroja pyetjen, më ngul si gjilpër. Njerëzit që nuk kanë menduar diçka, nuk e hedhin poshtë me atë shpejtësi. Njerëzit që hedhin poshtë me atë shpejtësi, janë ata që e kanë menduar shumë. Hëngra vaktin e mbetur në heshtje. Kaluan muajt, kaloi Stina. Nori mbushi 10 vjeç. Festën ja bëm shtëpi. Kishte ftuar disa shok nga shkolla, kishte kek me çokoladë sipas dëshirës, kishte të qeshura dhe zhurmë, dhe atë kaos I gëzueshëm I festave të fëmijëve që të bën të harrosh gjithçka tjetër. Shikoja Norin atë ditë, duke vrapuar me shokët, duke qeshur, me fytyrë të shndritur, dhe ndija atë dashuri të plot,
të plot që kishte qenë e imja qysh nga dita e parë. Ky ishte djali im. Çfarëdo tjetër të ndodhte, ky ishte djali im. Por çfarëdo tjetër të ndodhte? Ajo fjali, ajo çfarëdo tjetër të ndodhte, kishte filluar të marrë pesh, sepse ndërkohë, pa e treguar askujt, kisha filluar të bëja kërkim. Jo të madh, jo dramatik, thjesht kureshtja njerëzore e dikujt që ka një pyetje dhe nuk mund ta lërë të qetë. Kisha gjetur emrin e Dionës. Arini, gjatë atyre bisedave, i kishte theksuar emrin e plot dhe mbiemrin. Kisha bërë kërkim në rrjete sociale, kisha gjetur pak gjurmë, llogari të braktisura, foto të vjetra, asgjë të re. Kisha gjetur gjithashtu nëpër dokumenta publike të adoptimit që ishin bërë të aksesueshme nëpër reformën ligjore, disa të dhëna bazë, jo emra, por të dhëna demografike, fëmijët e adoptuar nga jetimorja jon gjatë asaj periudhe, mosh, gjini, data hyrje. Nori kishte hyrë në jetimore kur kishte qenë 3 vjeç. Nëna biologjike kishte refuzuar kontaktin. Llogaria e Dionës, ajo e fundit që kisha gjetur, braktisur shumë vite por me disa foto të vjetra, tregonte një grua që jetonte afër rajonit ton. Ishte e mjaftueshme për të bërë pyetje? Jo. Ishte e mjaftueshme për të mos flija natën? Po. Biseda me Arinin ndodhte me pika dhe ndalesa, si shi i çuditshëm. Her flisnim, her nuk flisnim. Her gjërat dukeshin normale dhe ndija se po e lija dyshimin të tretet. Her diçka e vogël. Një vështrim i gjatë i Arinit mbi Norin, një shprehje e pashpjeguar, një heshtje në vendin e gabuar, dhe gjithçka kthehej. Një herë, në mbrëmje, kur Nori po shikonte film dhe ne dy ishim në kuzhinë, Arini qëndroi aty duke shikuar djalin nga pragu. Dhe shpreja e tij nuk ishte distancë, nuk ishte ajo xhama e zakonshme, ishte diçka tjetër, diçka e dhimbshme. U kthye dhe pas e po e shikoja. Shpreja ndryshoi imediat, u mbyll, u bë neutrale. Çfarë shikon? Pyeta. Asgjë, tha. Filmit po e shikoj, por nuk ishte duke shikuar filmin. E dija, dhe ai e dinte se e dija, por asnjëri prej nesh nuk foli. Vendimi erdhi si shumë vendime të mëdha, jo me bujë, por ngadalë, si uji që gërryen gurin. Kisha qenë duke pastruar dhomën e Norit, ai ishte në shkollë, dhe kisha gjetur nën krevatit të tij, mes librave dhe lodrave, një letër. E shkruar me dorën e tij, me atë shkrimin e tij të rrëmujshëm por të kujdesshëm. Letra nuk ishte adres, nuk ishte emër. Ishte shkruar dhe mbajtur, ndoshta nuk ishte menduar kurrë për të dërguar. Nuk duhej ta lexoja, e dija, por e lexova. Kush jam unë? Nëna ime nuk donte të qëndronte. Babai im nuk ka emër. Nëna e re më do, e ndija. Por babai i ri shikon diku tjetër kur jam unë aty. Pse? A kam bërë diçka keq? A nuk jam mirë? Librat thonë se çdo njeri ka vend në botë. Ku është vendi im? Letra ndalonte aty, pa nënshkrim, pa datë. Ula letrat në krevatin e tij dhe qëndrova aty, duke mos lëvizur, për sta kohë nuk e di. Ky fëmijë, ky djalë 9 vjeçar, kishte ulur dhe shkruar atë pyetje që shumë të rriturit nuk guxonin ta formulonin. Ku është vendi im? E kishte pyetur veten në letër, sepse nuk ishte guxuar ta pyeste me zë të lartë. Dhe kjo letër, kjo pyetje e vogël e shkruar me laps, ishte pika e kthesës. Nuk mund të vazhdoja duke qenë pasive. Nuk mund të vazhdoja duke mbyllur syt dhe duke shpresuar se koha zgjidhte gjërat. Kishte një fëmijë mes tyre, dhe ai fëmijë kishte nevojë për qartësi. Jo dramatike, por qartësi. Dhe unë kisha nevojë për të vërtetën. I thash Arinit atë natë. Tregova letrën, e kisha fotografuar, e kisha kthyer vendit. I lexova atij fjalë për fjalë. Kur mbarova, Arini nuk foli. Shikonte dyshemen, nuk shikonte mua. Ai e ndjen distancën, thash, dhe e merr si gabim të vet. Si 9 vjeçar e merr si gabim të vet Arini. E di, tha ai me zë të ulët. Nuk mjafton të dish, duhet të ndryshosh. E di edhe atë. Atëherë çfarë po pret? Ai ngriti kokën, dhe sytë e tij, ata sytë e errët që kisha dashur shumë vite, kishin diçka brenda tyre atë mbrëmje. Diçka si luftë, si dikush që po vendos midis dy dyerve dhe di se çdo derë çon diku tjetër. Ka diçka që nuk të kam treguar, tha ai. Stomaku më rënda. Çfarë? Ka diçka që di,
apo mendoj se di, dhe nuk kam guxuar ta them sepse nuk jam i sigurt, dhe nëse nuk jam i sigurt, ndoshta është më mirë të mos. Arini, zëri im ishte i qetë, por i prerë si fika. Trego. Ai mbushi frymën, e lëshoi ngadalë. Kur shkuam herën e parë në jetimore, tha, dhe pash Norin, ndjeva zemrën duke ndaluar. Pash diçka, nuk dija çfarë të bëja me të. Mendova se isha duke e shpikur, se isha duke projektuar, se ishte imagjinat, por çfarë pash? Pash fytyrën time, tha ai, dhe zëri i tij i theu dy fjalët. Pash fytyrën time kur isha fëmijë. Dhoma u bë shumë e qetë. Dhe, vazhdoi ai me zë ende më të ulët, kur i dëgjova të dhënat, mosha, koha kur kishte hyrë, nëna e braktisur, bëra llogaritjet dhe rezultati ndaloi. Rezultati ishte i mundshëm, thashun, jo si pyetje. Po. Dhe nuk më tregove. Jo. Kur adoptuan e dije. Kisha dyshim, nuk ishte provë. Kur unë ta tregova herën e parë fotot, e dije. Heshtja e tij ishte përgjigje. Kur unë pyeta nëse kishte menduar ndonjëherë nëse ai fëmijë ishte i tij, kur unë ta bëra pikërisht atë pyetje, ti more atë jo pa i lënë të mbaroja. Heshtja sërisht. Ngrita dhe shkova direkt nga dhoma. Nuk bërtita, nuk qava. Hapa derën e balkonit dhe qëndrova aty në ajrin e ftohtë, duke shikuar qiellin e natës, duke dëgjuar qytetin poshtë, duke u munduar të merrja frymë. 2 vjet kisha jetuar me atë dyshim si thua vet. 2 vjet kisha qenë afër, shumë afër, dhe herën e vetme që e kisha afërsuar pyetjen, ai ma kishte mbyllur derën me atë jo të shpejt. Dhe ndërkohë, Nori kishte rritur. Nori kishte shkruar letrat e tija të fshehura. Nori kishte pyetur, ku është vendi im? Ditët pas asaj nate ishin nga më të vështirat e jetës sime. Nuk i tregova Norit asgjë. Si mund t'i tregoja një fëmijë 9 vjeçar diçka që ende nuk kishe provuar, diçka që nuk e dije si ta mbaje vet? Ai meritonte mbrojtje nga pasiguria, jo të hidhej brenda saj. Me Arinin flisnim pak. Flisnim aq sa duhej, për Norin, për shtëpinë, për gjërat praktike. Por çdo bisedë tjetër ishte si të ecësh mbi akull, me kujdes, me frikë, sepse e dije se nën kishte thellësi të ftohtë. Bëra kërkim, kësaj radhe seriozisht. Gjeta informacion mbi testet gjenetike. Ato teste që bëheshin pa pasur nevojë për procedurimet gjata, thjesht mostër ADN-je dhe analizë laboratorike. Gjeta laborator privat, lexova procedurën. Pastaj ndenjur me atë informacion për javë, pa bërë asgjë. Sepse di çfarë ndodhte nëse rezultati ishte pozitiv, nëse testi konfirmonte atë që dyshoja. Gjithçka ndryshonte. Jo lidhja ime me Norin, ajo nuk mund të ndryshonte, ajo ishte ngurosur thellë brenda meje. Por gjithçka tjetër, martesa, besimi, imazhi që kisha pasur për vitet tona bashk. Dhe ajo ishte gjëja më e frikshme, jo e vërteta, por pasojat e të vërtetës. Pash vete në pasqyrë një herë atë periudhë dhe nuk e njoha mirë fytyrën time. Kisha humbur diçka, jo trupas, por diçka nga shprehja, diçka nga ai lehtësia e mëparshme. Kisha qenë dikur njëri që besonte se gjërat do shkonin mirë. Tani isha bërë dikush që priste të shihte ku do binin. Vendosa përfundimisht, pas një nate kur Nori u sëmur. Kishte temperaturë të lartë, diçka virale, tha mjeku, do kalonte. Por atë nata ishte shumë i dobët, i dridhte, kërkonte ujë her pas here. Unë isha pranë tij gjatë gjithë natës, ndrova peshqirin e ftohtë mbi ball, i jepja ilaç, i lexova me zë të ulët kur nuk mund të flinte. Rreth orës 4 të mëngjesit Arini u zgjua dhe erdhi. Hyri pa zhurmë, pa fjalë. Qëndroi te dera, pa Norin, pastaj hyri dhe ul në anën tjetër të krevatit. Nuk foli, thjesht ishte aty. Dhe në atë heshtje të atij çasti, 2 prindërit ulur pranë fëmijës së sëmur me dritën e vogël të natës, pash diçka në fytyrën e Arinit. Ishte dhimbje, dhimbje e vërtet, jo e shpikur, jo e kontrolluar, dhimbje e dikujt që do. Dhe ajo dhimbje, pikërisht ajo, ishte ajo që mu desh për të marrë vendimin.
sepse nëse ai donte atë fëmijë me dhimbje të tillë, nëse atë natë qëndroi aty sepse zemra e tij e drejtoi aty, atëherë e vërteta, çfarëdo qoftë ajo, ishte diçka që të dy e meritonin ta dinim. Qeli ditë, Nori fjet me temperaturë të ulur. Unë shkova tek Arini dhe i thash, do bëjmë test, ADN-je, duhet ta dim. Ai shikoi mua gjatë, pastaj tha, po. Testi bëhej thjesht, mostra e gojës, dorëzim në laborator, rezultat brenda disa javësh. Por ato javë pritje ishin ndër më të vështira të jetës sime. Jeta vazhdonte normale sipërfaqe. Nori u shërua shpejt dhe u kthye në shkollë me gjithë energjinë e tij. Erdhi një javë mirë, me diell të papritur dhe ajër të butë. Shkuam të tre në park një herë, unë, Arini dhe Nori. Dhe Nori vrapoi pa ndalur, hipi mbi shkallët e lojës, thirri nga lart. Arini qëndroi pranë meje dhe shikuam bashk. Do dal mirë, tha Arini, por nuk dija për çfarë po fliste. Për Norin apo për rezultatin, apo për gjithçka mes nesh. Nuk e di, thash me ndershmëri. Do dal mirë, tha sërisht, si nëse ta thosh 2 herë ta bënte të vërtet. Natët ishin më të vështira. Gjumi nuk vinte lehtë. Kthej e rrotullohesha. Mendja nuk qetësohej. Shkoja ndonjëherë në kuzhinë, bëja çaj, ndesha te tavolina në errësirë. Mendja shkonte tek skenaret, si firma të ndryshëm që luanin para syve. Skena e parë. Testi negativ. Nori nuk ishte djali biologjik i Arinit. Atëherë çfarë? Gjithçka kthehej si ishte? Jo. Diçka kishte ndryshuar tashmë. Besimi kishte marrë çarje. Nuk mund t'i fshije çarjet sikur të mos kishin ndodhur. Skena e dytë. Testi pozitiv. Nori ishte djali biologjik i Arinit. Atëherë çfarë? Martesa ime kishte qenë mbi një sekret. Arini kishte ditur, apo patur dyshim të fortë dhe kishte heshtur. Dhe Nori do kishte babain biologjik aty, dhe nëna biologjike dikunde pa njohur. Dhe unë çfarë do isha? Nëna adoptive, nëna ligjore, por jo nëna biologjike. Dhe pastaj mendimi tjetër, ai mendimi i tmerrshëm që zë vend në zemër si familje. A do humbisja Norin? A mund ta merrte Arini? A do ndryshonte gjithçka? Mendja racionale më thoshte, jo, adoptimi është ligjërisht i qëndrueshëm, ti je nëna e tij. Por zemra nuk është racionale, zemra ka frikën e veta. Rezultati erdhi një të mërkur. E mora vetëm, pa Arinin pranë. Kisha vendosur ashtu. Kisha thënë se do e merrja unë dhe pastaj do t'i tregoja. Ai kishte pranuar. Ndoshta edhe ai kishte dëshirë të mos ishte prezent kur hapej zarfi. Isha ulur te tavolina e kuzhinës. Kafeja ishte aty, e ftohtë. Kisha harruar. Mbaja zarfin me 2 duar. Çdo gjë kishte atë qetësi të çuditshme para gjërave të mëdha. Cicërimat e zogjve jashtë, rrjedhja e lehtë e ujit nga rubineti që nuk ishte mbyllur mirë, orën me tik-tak në mur. Hapa zarfin. Nxora letrën. Lexova. Rezultati ishte i qartë, pa hije dyshimi, pa ndoshta e probabilitet, qartë dhe definitiv. Nori ishte djali biologjik i Arinit. Ula letrën mbi tavolinë. Shikova murin përballë. Dëgjova ujin nga rubineti. Dëgjova zogjt. Dëgjova zemrën time. Dhe pastaj, çfarë ndodhi brenda meje në ato sekonda, nuk mund ta shpjegoj me fjalë. Ishte si të rrëzoheshe dhe të kishe kohë, ndërkohë që rrëzoheshe, të shihej gjithçka me qartësi të çuditshme. Shikova gjithë vitet. Shikova Norin duke i qeshur herën e parë. Shikova fytyrën e Arinit atë natë kur Nori ishte sëmur, atë dhimbje të vërtet që kisha parë. Shikova sytë e Norit kur kishte pyetur, ku është vendi im? Shikova zarfin me fotot. Shikova atë mbrëmje kur Arini kishte thënë, nuk e di, dhe unë e kisha ditur se gënjente. Dhe shikova gjithashtu veten time 10 vjet të kaluara duke qenë nën. Jo nën biologjike, por nën e vërtet. E nënës për çdo rënje, çdo sëmundje, çdo ëndër të natës, çdo ku është vendi im, e mbajtur brenda. Qava. Fillimisht pa zë, pastaj me zë. Atë lloj qamje të thellë që vjen nga vend ku nuk e hyr prej shumë kohësh. Nuk qaja vetëm nga dhimbja, qaja nga gjithçka, nga 10 vjet dashuri, nga sekrete dhe heshtje,
nga jo fëmijë 9 vjeçare me letrën e tij të fshehur, nga martesa ime dhe thyerjet e saj, nga e vërteta e thjeshtë e tmerrshme se familja jon kishte qenë ndërtuar mbi diçka që askush nuk e kishte zgjedhur qartësisht. Qaja derisa lotët u ndëlyen, pastaj lava fytyrën, vura kafen e re dhe prisja Arinin. Kur erdhi ai mbrëmje, e prita te dhoma e ndenjës. Letra ishte mbi tavolinë, jo e fshehur, jo dramatikisht vendosur, thjesht aty, si çdo letër tjetër. Ai e pa imediat. Diçka ndryshoi në trupin e tij. U ngurtësua pak, frymarrja ndryshoi ritëm. Ke lexuar, tha. Po. Erdhi ngadalë dhe ul. Shikoi letrën, nuk e ngriti. Dhe, tha me zë shumë të ulët. 10 vjet, thash. 10 vjet Arini, dhe ti dije. Nuk dija me siguri. Dije mjaftueshëm. Zërim nuk përtiti. Ishte i qetë, por ajo qetësi kishte shumë pesh. Kur shkuam herën e parë dhe e pash, dije mjaftueshëm. Kur unë bëra llogaritjet dhe ta thash mendimin tim dhe ti u largove nga tema, dije mjaftueshëm. Kur unë pyeta nëse kishe menduar ndonjëherë, po, thaj, e di. Pse? Kjo ishte pyetja e vetme që kishte rëndësi. Pse nuk më tregove? Ai mbuloi fytyrën me duar. Qëndroi ashtu pak. Pastaj lëshoi duart dhe i shikoi tavanin. Sepse kisha frikë, tha. Kisha frikë se nëse ti thosha, do humbisja të dy. Ty dhe atë. Humbisje mua si? Nëse të thosha se ai mund të ishte djali im biologjik, mos mendon se do të ngjallte diçka. Mos mendon se do të pyesje veten pse adoptuan, nëse ishte aksidentale, nëse kisha kontaktuar Dionën, nëse ishte plan i fshehtë. Kisha frikë nga pyetjet e tua. Kisha frikë se nuk kishe besim. Nuk e kisha besimin, sepse nuk më dha të arsyen ta kisha. Ai mbylli syt. E di. Dhe Nori, vazhdova. Nori ka jetuar 10 vjet duke ndjerë distancën tënde. Ka shkruar letra me pyetje a nuk jam mirë dhe i ka fshehur nën krevat. Ka pyetur mua nëse ti e do. 10 vjet Arini. Ai u ngrit papritur dhe ju afrua dritares. I drithe supet. Dole e kuptova atëherë. Ai po qante. Arini ai njeri i palëkundur. Ai njeri i fjalëve të rralla dhe qetësisë, po qante me shpinë nga unë te dritarja. Dhe unë, pavarësisht gjithçkaje, pavarësisht dhimbjes dhe zemërimit dhe gjithçkaje, ndjeva diçka që nuk prisja. Ndjeva dëmshuri. Jo falje imediate, jo heqje dorë nga zemërimi, por dëmshuri. Ajo ndjesi e thellë njerëzore që të thotë, edhe para meje është njeri me plag, edhe ai ka mbajtur peshën e vet. Nuk u ngrita. Nuk shkova pranë tij. Thjesht ula zërin dhe thash, çfarë do të bëjmë tani? Ai u largua nga dritarja, u kthye. Syt ishin të kuq, fytyra ishte e rënduar. U ul sërish dhe tha, nuk e di. Ty çfarë mendon? Mendoj se Nori meriton të di, thash. Jo tani, jo si bomb, por me kohën e duhur, në mënyrën e duhur, meriton të di kush është. Dhe ne? Shikova duart e mia. Nuk e di. Kam nevojë për kohë. Unë ndaloj. Rifilloj. Unë e gabova. Gabova shumë. Nuk mund ta kthej kohën. Por nëse më jep mundësi, nuk ka lidhje me mundësi apo jo. Thash. Ka lidhje me besimin. Dhe besimi nuk ndërtohet me fjalë, ndërtohet me kohë dhe veprime. Ai muneti ngadalë. Por kjo bisedë nuk është e fundit. Thash, ka shumë biseda para nesh, shumë gjëra për të shpjeguar, shumë pyetje pa përgjigje, dhe kjo, para çdo gjëje tjetër, nuk bëhet para syve të Norit. Dakord, tha ai. Muajt që pasuan ishin të komplikuar me mënyrën e tyre. Unë dhe Arini filluam të shkonim tek psikologu, fillimisht vetëm si çift, pastaj unë vetëm, pastaj edhe Arini vetëm. Nuk ishte e lehtë. Psikologja jon, një grua e qetë me zë të ulët dhe pyetje të sakta, më ndihmoi të kuptoja gjëra që vetë nuk mund t'i kisha parë. Njëra nga ato gjëra, zemërimi im ishte i drejtë, por kisha nevojë të vendosja se si doja ta shpenzoja atë zemërim, ta mbaja si mur mes nesh, apo ta bëja urë drejt kuptimit. Nuk ishte vendim i shpejt, por ngadalë, shumë ngadalë, fillova ta shikoja situatën nga kënde të ndryshme. Arini kishte pasur frikë,
Frika kishte bërë vendime të këqija. Vendime të këqija kishin krijuar heshtje. Heshtja kishte krijuar distancë. Distanca kishte lënduar Norin. Por Arini gjithashtu kishte qëndruar. Kishte bërë mundim, të vogël, të pamjaftueshëm, por kishin qenë aty. Nuk kishte ikur, nuk kishte refuzuar. Kishte ardhur atë natë kur Nori ishte sëmur. Kishte qëndruar te dritarja me shpinë drejt meje, duke qara. Ishte njëri me frikë dhe me dashuri, si shumë nga ne. Kjo nuk e shlyente fajin, por e bënte të kuptueshëm. Vendosëm ta tregojmë Norit kur ai mbushi 11 vjeç. Jo si dram, jo si zbulim i madh. E organizuam me psikologun e fëmijëve, një specialist me eksperiencë me fëmijë të adoptuar. Na këshilloi si ta bënim, çfarë fjalësh të përdornim, si t'i përgjigjeshim pyetjeve. Por edhe me gjithë përgatitjen, çdo gjë doli ndryshe nga sa kishim menduar. E bëm mbrëmje, pas darke, kur Nori ishte i qetë dhe i rehatshëm, ulur të tre në domën e ndenjes. Nori e ndjeu se diçka po ndodhte. Ai gjithmonë ndjente gjërat para se t'i thoje. Duhet të flasim, i tha Arini. Ishte Arini ai që nisi. Kishim vendosur ashtu, sepse ai kishte diçka t'i thoshte atij fëmijë, diçka personale. Nori u ngrit pak drejt. Çfarë ndodhi? Asgjë e keqe, thash unë shpejt, por ka diçka e rëndësishme që dëshirojmë ta ndash me ne. Arini nisi të fliste, me fjalë të thjeshta, të qarta, të drejta, siç e kishim ushtruar. Shpjegoi se kishte njohur dikë shumë kohë para se të martohej me mua, se kishim pasur lidhje të shkurtër, se ajo kishte pasur fëmijë. Nori dëgjonte me ato sy të mëdha të palëvizshme. Arini vijoi, se kur kishin adoptuar Norin, kishte pasur dyshim të madh, dhe se tani, pas testit, e dinin me siguri. Me siguri çfarë? Pyeti Nori. Zëri i tij ishte i qetë, shumë i qetë. Me siguri, tha Arini, dhe zëri i tij u thye lehtë, se ti je djali im biologjik. Nori nuk lëvizi. Shikoi Arinin, pastaj shikoi mua, pastaj sërish Arinin. Pastaj tha, prandaj shikoje ndryshe. Arini hapi gojën. Si? Ndonjëherë shikoje si tu habitje, si nuk dije çfarë të bëje. Nori e tha këtë pa akuzë, thjesht si konstatim. Ai fëmijë i bashkimit të madh, ai fëmijë që gjithçka e shikonte. E kuptoja, por nuk dija pse. Arini u mbush me lot imediat, nuk i fshehu. Po, tha, të lutem më fal. Nori shikoi lotët e Arinit. Shprehja e tij, e mundimshme, e ndërtuar me kujdes nga fëmijëria, filloi të lëkundet. Nuk qau imediat, por kisha para të shprehje shumë herë. Ishte shprehja e tij para lotëve, ato sekonda kur po vendoste nëse kishte leje të ndjente. Ke leje, i thash me zë të ulët. Çfarë të ndjesh, ke leje. Dhe atëherë qau. Qau si fëmijë, me të gjithë trupin, me ato hoqe të thella që tregojnë se dhimbja ka qenë mbajtur shumë gjatë. Arini u hodh rreth qafës dhe mbajti fort, dhe Nori nuk e refuzoi. Mbajti edhe ai, me ato duar të vogla që kishin shtrënguar palton time atë natë styhie shumë vite para. Unë isha aty, pranë tyre të dy, dhe ndija diçka si vuajtje dhe diçka si paqe. Dy gjëra të kundërta duke jetuar bashk brenda meje. Javët pas asaj nate ishin ndërmjet vështira dhe shëruese. Nori kishte pyetje, shumë pyetje. Kush ishte nëna biologjike? Ku ishte ajo? Pse e kishte lënë? Mund ta takonte ndonjëherë? Ato pyetje nuk kishin përgjigje të thjeshta. Diona kishte zhdukur. Arini kishte tentuar ta gjente sërish pas zbulimit, por pa rezultat. Ishte si njerë që vendosur ta fshi gjurmën e vet dhe e kishte bërë me sukses. Nuk e dija nëse Nori duhej ta mësonte ndonjëherë, por e dija se nuk mund t'i gënjeja, nuk mund t'i thoja nuk e dim, kur ishte nuk e gjejmë. Nëna jote biologjike vendosi të ikë, i thash një herë kur pyeti. Nuk e di pse, mund të ketë pasur arsye të shumta, por kjo vendim, ai vendim, ishte i saj dhe nuk ka lidhje me ty. Nuk e bëre gabim, nuk e pasur manko. Ajo bëri zgjedhjen e vet, dhe unë bëra zgjedhjen time, dhe zgjedhja ime ishte të jem nëna jote. Nori shikoi mua gjatë. Ti nuk je i detyruar, tha,
duke përdorur një frazë të rriturish, tipike e tij. Askush nuk të detyron të dashurosh, thash. Dashuria nuk ka detyrim, zgjidhet. Ti e zgjodhe mua. Çdo ditë, thash. Edhe tani, edhe nesër, gjithmonë. Ai u afrua dhe u ngul kundër meje, jo si fëmijë i vogël, por si 11 vjeçar që kishte nevojë për diçka të fortë. E mbajta fort. Me Arinin gjërat ndryshuan, por jo me njëherë dhe jo pa dhimbje. Kishim pasur shumë biseda, të vështira, të ndershme, ndonjëherë të dhimbshme. Kisha thënë gjëra të vështira dhe ai kishte dëgjuar pa u mbrojtur. Ai kishte thënë gjëra, frikë, turp, pasiguri, dhe unë kisha tentuar të dëgjoja pa gjykuar. Nuk ishte film ku çdo gjë zgjidhet me qajm dhe objatje, ishte punë e vërtet, e ngadalt, e lodhshme. Por kishte diçka ndodhur brenda Arinit pas asaj mbrëmjeje, kur Nori ishte qarë rreth qafës tij. Diçka kishte liruar, ajo distancë, ai muri i xhamit kishte rënë. Në vendin e tij kishte mbetur diçka më e butë, dhe ndoshta, sepse butësia pa mbrojtje është gjithmonë e brisht, edhe më e çmuar. Nori e ndjente ndryshimin. Her pas here, kur kthehej nga shkolla, shkonte direkt tek Arini dhe i tregonte diçka nga dita, pa arsye të veçantë, thjesht se kishte dëshirë ta tregonte. Dhe Arini dëgjonte me atë vëmendje të plotë që dikur i kisha dëshiruar të shihja. Ndoshta gëzohej pak vonë, ndoshta shumë kohë e kishte kaluar e humbur, por ndoshta, dhe kjo ishte mendimi ku mbështetesha, ndoshta çdo gjë kishte ardhur në kohën e vet. Duhet jap ndershmëri të plotë këtu. Martesa jon nuk u shpëtua lesht, nuk u shpëtua me qajm të vetme dhe premtime të reja. Kishte dëmtim të vërtet, besimi i thyer nuk qeposet si copë rrofe, kërkon kohë dhe jo gjithmonë del një lloj si më parë. Kishim periudha ku isha e ftohur, ku nuk mund ta bëja të kuftoja se isha ende atje me dëshirë. Kishte net kur shtrihesha pranë tij dhe ndjeja largësi si oqean. Kishte ditë kur çdo gjë dukej normale, sipërfaqe, dhe brenda meje ishte akoma ajo pyetje e vjetër. Si mund? Por kishte edhe diçka tjetër. Kishte momente kur shikoja burrin tim me djalin e tij, me djalin e tyre sepse tani kishin ndërtuar diçka, ngadalë, por e vërtet. Dhe ndjeja diçka shumë komplekse, dhimbje dhe dashuri dhe zemërim dhe butësi, të gjitha në të njëjtën kohë, si të mbash ujë dhe zjarr bashk dhe të mësosh se nuk e shkatërrojnë njëri tjetrin, thjesht ndryshojmë formën e njëri tjetrit. Psikologja njëherë mu tha, pyetja nuk është nëse ai gaboi, pyetja është çfarë lloj njeriu ishte pas gabimit, dhe çfarë lloj njeriu je ti kur vendos si të lëvizësh. Ata fjalë mu ngulën. Çfarë lloj njeriu isha unë kur vendosja si televizja? Doja të isha njeri që nuk e linte të vjetrin të prishte të ren. Nuk doja të isha grua që ushqente gjaksia derisa i hante të gjithë. Por nuk doja as të isha grua naive që harronte me lehtësi. Zgjodha gjën e mesme, dhe e di se ajo nuk dukej si vendimi jashtëzakonshëm, por ishte ndoshta vendimi më i vështirë i jetës sime. Zgjodha t'u jepja kohë gjërave, me syt hapur, pa garanci. Ka një mbrëmje që do ta mbaj gjithmonë. Ishim ulur të tre, unë, Arini dhe Nori, pas darke, në dhomën e ndenjës. Nori ishte duke lexuar, si zakonisht. Unë kisha librin tim. Arini kishte gazetën. Asnjë bisedë madhe, asnjë moment dramatik. Thjesht heshtja e zakonshme e një mbrëmje familjare. Dhe pastaj, Nori ngriti kokën nga libri, shikoi njërin e tjetrin me radhë dhe tha, jam i lumtur. Thjesht kaq, pa shtesë, pa shpjegim, thjesht jam i lumtur. Arini uli gazetën ngadalë. Shikimet tanë u ndeshën, unë dhe ai, dhe në atë vështrim ishte gjithçka. Dhimbja e kaluar, puna e bërë, distanca e kaluar, Nori i djeshëm me letrat e fshehta dhe Nori i sotëm që tha, jam i lumtur. Arini tha, edhe ne, dhe ktheu gazetën, por unë pash dorën e tij, ajo dorë e tij e zakonshme, me gishtërinë të njohur, dhe e pash se dridhej lehtë. Jetova Vërteta. Dashuria jon me Norin, ajo ishte e vërteta. Ajo nuk ishte aksidentale. Ajo nuk ishte gabim. Nori erdhi tek ne sepse duhi të vinte. Çfarëdo rrugë kishte bërë, në për heshtjet e Arinit, në për dokumentet e plota, në për dritaren e jetimorjes ku kishe para të djalë me librin e tij, ishte rruga e duhur. Mësova se familja nuk ndërtohet vetëm me gjak, por edhe me zgjedhje.
me çdo mëngjes kur zgjidhesh të jesh aty, me çdo natë kur qëndron pranë krevatit të sëmur, me çdo letër të fshehur nën krevat që e gjen dhe ta jep peshën e vet. Mësova se njerëzit gabin, shpesh nga frika, jo nga keqdahja. Ky kuptim nuk I fshin gabimet, por I vendos në kontekstin e vërtet njerëzor ku I takojnë. Mësova se heshtja ka çmim. Arini e pagoi atë çmim me vite distancë nga djali I tij. Nori e pagoi me vite pyetjesh nën krevat. Unë e pagova me vite pasigurie dhe gjumë të prishur. Heshtja nuk mbron askënd, shtyretëm problemet drejtardhmes, ku do jenë më të mëdha. Mësova se fëmijët janë shumë më të zgjuar nga sa mendojmë. Nori e ndjente gjithçka, distancën, tensionin, gjërat e pashprehura. Fëmijët ndjen gjithmonë. Pyetja është nëse ne kemi guxim t'u japim fjalë atyre që ndjen. Dhe mësova, ndoshta kjo ishte gjëja e fundit dhe ndoshta më e rëndësishmja, se shërimi nuk ndodhi plot dhe I papërsëritshëm. Shërohet pak, pastaj dhem sërisht, pastaj shërohet pak më shumë. Si plagë e vërtet, jo me magji, por me kohë dhe kujdes dhe dëshirë. Nori ka 16 vjeç sot. Është I lartë tani, I kaloi Arinin. Ka ende ato sy të mëdha, ato sy të qetë dhe serioz, por tani ato serioz shoqërohen me diçka tjetër, me atë të qeshur të papritur e tij kur dëgjon diçka qesharake, me atë entuziazmin kur flet për librat, me atë vendosmëri të heshtur kur ka vendosur diçka. Flet opër tani, jo si fëmia që mbante gjërat brenda, por si njeri I ri që ka filluar të besojë se fjalët e tija kanë vend. Marrëdhënia e tij me Arinin është diçka e veçantë, nuk mund ta shpjegoj ndryshe. Ka ato që ngjajnë me njëri tjetrin, si dy njerëz nga një njëjta substancë, të qetë, të pakt me fjalë, por kur flasin, flasin me peshë. Shpesh I shoh bashk duke u kapur orën e lirë, herë duke u zënë me diçka mekanike, herë duke diskutuar gjëra serioze me zëra të ulët, herë duke qeshur me atë qeshjen e tyre karakteristike e pakët se çuditshme. Me mua, Nori ka gjithmonë atë lidhje të parë, atë lidhje që ndërtua me kapjen e paltos time atë natë stuhie kur kishte 6 vjeç. Kemi ritualin ton të orës së librave akoma, tani me kafe edhe ai, sepse ka filluar pi kafe, gjë që nuk e kuptoj sepse është shumë I ri sipas meje, por nuk e bëj shumë çështje. Ulemi dhe flasim për libra, dhe jo vetëm për libra, dhe ato biseda janë nga gjërat që ma bëjnë ditën të plot. Me Arinin jam akoma, jo sepse harrova, por sepse vendosa. Vendosa çdo ditë, me kujdes, me sy të hapur, si thash edhe atëherë kur vendosa. Nuk është martesë perfekte, nuk ka asgjë perfekte, por është e vërteta jona, me të gjithë çarjet dhe ngjyrat dhe gjithçka që ka kaluar nëpër to. Ka net kur ende ndihem e rënduar nga e kaluara. Ka momente kur diçka e vogël mi kujton atë periudhë dhe ndihem si të rrëzohej prapa. Por ka edhe gjëra të tjera. Ka mbrëmje kur jemi të tre ulur dhe gjithçka është e thjeshtë dhe e vërtet. Ka ditë kur buzëqesh dhe ndihem e plot. Ka çaste kur Arini bën diçka të vogël, një gjest, një fjalë, dhe kuptoj sa I punon çdo ditë të jetojë ndryshe nga mënyra si gaboi. Kjo nuk mjafton për disa njerëz, por për mua mjafton. Diona, nëna biologjike, nuk u gjet kurrë. Nori her pas here ngre temën, me maturitetin e tij karakteristik, pa dram, thjesht si pyetje e hapur. A dëshiron ta gjej? Nuk e di akoma. Thot se ka kohë, thot se nuk është urgjente. Unë e lë të zgjedh. Ky është vendimi I tij, jo imi. Por kur e pyet kush jam unë për të, ai gjithmonë thot e njëjtën gjë. Nëna ime. Pa shtesa, pa shpjegime. Thjesht nëna ime. Dhe ato dy fjalë të thjeshta, mbartin 16 vjet, stuhira nate, letra nën krevat, kafene mëngjesit dhe librat e pasdites dhe frikën dhe dashurinë dhe gjithçka tjetër. Mbartin gjithçka. Ndoshta ju po dëgjoni këtë histori dhe po mendoni sa komplekse, sa e rëndë, sa gjëra të gabuara. Dhe keni të drejtë, kishte shumë gjëra të gabuara. Por nëse ka diçka që dua ta merrni me vete nga kjo histori, është kjo. Familja e vërtet nuk është ajo që ndërtohet pa vështirësi. Familja e vërtet është ajo që qëndron pas vështirësisë, jo pa plag, jo pa ndryshim, por qëndron. Zgjidhet sërish çdo mëngjes, edhe kur është e vështirë. Dhe dashuria e vërtet nuk kërkon gjak të përbashkët, kërkon praninë, kërkon zgjedhjen, kërkon atë guxim të qëndrosh edhe kur ikja do ishte shumë më e lehtë. Nori e di tani kush është. Jo vetëm kush janë prindrit e tij biologjik, por kush është ai vet.
Njëri i qetë dhe i zgjuar dhe i fortë, me ato sy të mëdha që shohin gjithçka, me atë qeshje të papritur që shndrit gjithçka, me atë vendosmëri të heshtur që nuk e mëson dot askush. Lindet me të. Dhe unë jam gruaja që atë pasdite vjeshte, me librin me kafsh dhe dritaren e kopshtit, shikoja të djalë dhe e njohu. Jo me gjak, me zemër. Kjo ishte gjëja e vërtet. Kjo ishte gjithmonë. Faleminderit që qëndruat deri në fund të kësaj historie. Nëse kjo ju preku, nëse ju bëri të mendoni, nëse ju kujton diçka nga jeta juaj, lini koment poshtë, ndani mendimin tuaj, çdo fjale juaj ka vlerë për mua. Dhe nëse mendoni se kjo histori meriton ta dëgjoj dikush tjetër, ndajeni, sepse disa histori kanë nevojë të udhtojnë.